Mund të qyë vetën të vogël edhe jemi të parëndësishëm këtë adi unë, po unë do t'ju tregoj një histori për para... Gjithë besoj se e dini dhe mon historinë kur populli Ibrahimit ose Abrahamin që përmendet në Bibël edhe që përmendi marrëveshjen Abraham Akord, pra e hodhën Ibrahimin në zjarr. Edhe Sora pa milingonin që merrte ujë. Edhe i tha, qa për bën? Tha, po shkoj tha të hedhë ujë zjarrit. Tha, gjitha zjarë, tha, do të shuaj e ujë që qënë ti, unë përsaktoj anën. Tha, unë tregoj që jam me Ibrahimin, pra nuk jam ata që e hodhën zjarë. Neve jemi të vegjël aktualisht, por neve duhet përcaktojmë anën. Pra ajo që mund dhembë dhe ndoshta mund dal pak jashtë pyetjes si ti bëre, që shoh në këto rrjetet sociale se këto na kanë bërë tash. Në koncept janë, po, në reagime që domethënë reagime që ato janë popujt pa zhvilluar. Ato meritojnë shkatërrohen. Ato janë kundër një lloj retorike që as në mesjet, edhe në kohën kur Spanja justifikonte barbarizmat në Amerikën Latine, në vitet në shekullin 16, kur thoshte që janë popuj të egër edhe nëse ne nuk i vrasim, nuk i masakrojmë, ato do të na masakrojnë neve, edhe në atë kohë nuk shkonte më kjo lloj retorike që përdorin. Apo ajo që do të vrasim edhe 20.000 fëmijë të tjerë në Gaza se ato potencialisht janë terroristë të lindur, e ke parasysh. Gjitha këto, sado që të jetë e egër barbaria e Iranit apo sado që të jetë e dënueshme në thojza mund të themi, se ato ka prej vitit 48 që shtypen sistematikisht popullsia palestineze, pra mund të qymë të dënueshme reagimin e tyre, nuk justifikohet gjithë kjo barbari, si që përmendet profesori që të qendra e ndihmave vriten 50 njerëz mesatarisht çdo ditë. Pra aty ku shkojnë edhe marrin, nëse do të futeni, të shihni nuk ka rregulla, nuk vjen. Shive një fëmijë i cili merr një qesk makarona dhe qan nga gëzimi, për mendimin tim nuk ka që ndjenjë më të madhe që ta bëjë njeriu se me këtë përcaktoi veten e tij në këtë luftë.